Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për 12 marsin. Dashi, sot energjia jote është e lartë dhe mund të ndihesh i motivuar për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë e tua, prandaj mos hezito të marrësh përgjegjësi. Bashkëpunimet me kolegët do të jenë më të lehta nëse e ruan durimin dhe komunikon gjatë. Në aspektin financiar është një ditë e mirë për të menduar për planet afatgjata, por shmang vendimet impulsive. Në dashuri, nëse je në një lidhje, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje nga ty. Demi, 12 marsi, sjell një atmosferë më të qetë dhe reflektuese për ty. Mund të ndihesh i prirur të mendosh për stabilitetin dhe sigurinë në jetën tënde. Në punë është momenti mirë për të organizuar detyrat dhe për të përfunduar projektet të lëna pezull. Mos u nxit të marrësh vendime të mëdha financiare. Sot është më mirë të analizosh situatën me kujdes. Në marrëdhënie mund të lindë nevoja për më shumë mirëkuptim. Binjakët, sot mendja jote është shumë aktive dhe plot ide. Është një ditë e mirë për komunikim, negociata dhe projekte që kërkojnë kreativitet. Në punë mund të marrësh lajme të papritura ose një ofertë interesante që të shtyn të mendosh për ndryshime. Mos u nxit, analizo të gjitha mundësitë. Financat kërkojnë pak kujdes, veçanërisht nëse po mendon për një blerje të madhe. Në dashuri, ke shumë fat, gaforja. Kjo ditë mund të sjellë më shumë ndjeshmëri dhe intuit. Mund të ndjesh nevojën për të kaluar më shumë me njerëzit e afërt ose familjen. Në punë, përqendrohu në detajet dhe shmang konfliktet e panevojshme me kolegët. Një qasje diplomatike do të ndihmojë të ruash harmoninë. Financiarisht, është mirë të kontrollosh shpenzimet dhe të planifikosh më mirë buxhetin. Në dashuri, ndjenjat mund të jenë më të thella sot. Luani, 12 marsi, mund të sjellë një dëshirë të fortë për të qenë në qendër të vëmendjes. Në punë, kjo energji mund të jetë shumë pozitive nëse përdoret për të udhëhequr projekte ose për të motivuar ekipin. Mund të marrësh një kompliment ose vlerësim për punën tënde. Megjithatë, përpiqu të mos imponosh mendimin tënd mbi të tjerët. Në aspektin financiar, është një ditë e mirë për të menduar për investimet kreative. Virgjëresha, sot mund të ndihesh më i përqendruar në detajet dhe organizim. Është një ditë shumë e mirë për të sistemuar dokumente, për të planifikuar projekte ose për të përfunduar detyra që kërkojnë përpikmëri. Në punë mund të vlerësohesh për seriozitetin dhe përkushtimin. Financiarisht, dita favorizon planifikimin dhe kursimin. Peshorja, 12 marsi, sjell fokus në marrëdhënie dhe balancë. Mund të ndihesh i motivuar për të zgjidhur disa keqkuptime ose për të përmirësuar komunikimin me njerëzit rreth teje. Në punë, bashkëpunimi është çelësi i suksesit. Mos hezito të kërkosh mendimin e të tjerëve para se të marrësh një vendim të rëndësishëm. Financiarisht, është mirë të jesh i matur me shpenzimet. Akrepi, sot mund të ndihesh më intuitiv dhe i vendosur për të arritur qëllimet e tua. Në punë, mund të zbulohet një informacion i rëndësishëm që të ndihmon të marrësh vendime më të mira. Është një ditë e mirë për strategji dhe planifikim afatgjatë. Financiarisht, mund të shfaqet një mundësi për përmirësim, por kërkohet analizë e kujdesshme. Në dashuri, emocionet mund të jenë intensive. Shigjetari, energjia e kësaj dite të shtyn të kërkosh aventura dhe përvoja të reja. Në punë, mund të ndihesh më kreativ dhe i hapur ndaj ideve inovative. Një projekt i ri, një bashkëpunim mund të sjellin fat. Financiarisht, përpiqu të mos shpenzosh shumë
për gjëra spontane. Në dashuri atmosfera është më e lehtë dhe plot humor. Briciapi 12 marsi mund të jetë një ditë produktive për ty. Je i fokusuar dhe i gatshëm të punosh fort për të arritur objektivat. Në punë mund të jepet një mundësi e re që kërkon seriozitet dhe organizim. Mos hezito ta pranosh sfidën, sepse mund të sjellë përfitime në të ardhmen. Financiarisht është një moment i mirë për të menduar për stabilitet dhe investime të sigurta. Ujori, sot mund të ndihesh me i frymëzuar dhe plot ide të reja. Kreativiteti yt është në një nivel të lartë, prandaj është një ditë shumë e mirë për projekte inovative ose aktivitete artistike. Në punë mund të propozosh një ide që tërheq vëmendjen e të tjerëve. Financiarisht, përpiqu të mbash një qasje praktike dhe të mos ndjekësh vetëm momentin. Peshqit 12 marsi mund të gjej me intuitiv dhe emocional. Mund të ndihesh me i lidhur me ndjenjat dhe mendimet e tua të brendshëm. Në punë, përpiqu të mos përqendrohesh nga emocionet dhe fokusohu tek detyra praktike. Kreativiteti yt mund të ndihmojë të gjesh zgjidhje të reja për problemet e vjetra. Financiarisht, është moment i mirë të jesh i kujdesshëm me shpenzimet. Në dashuri, dita mund të jetë shumë romantike dhe e ndjeshme. Nëse je në një lidhje, momentet e qeta dhe intime do të forcojnë marrëdhënien. Beqarët mund të ndjejnë një lidhje të veçantë me dikë që ndaj interesa artistike ose shpirtërore. Kujdesu për mirëqenien emocionale dhe fizike. Meditimi, muzika ose një aktivitet kreativ mund të ndihmojë të ruash ekuilibrin. Në mbrëmje, përpiqu të pushosh dhe të reflektosh. Dhe si përfundim, 12 marsi sjell energji interesante për të gjitha shenjat e horoskopit. Kjo ditë thekson rëndësinë e balancës mes jetës personale dhe asaj profesionale, duke i nxitur shumë njerëz të reflektojnë për vendimet që kanë marrë dhe për drejtimin që duan t'i japin të ardhmes së tyre. Për disa shenja, dita mund të jetë më dinamike dhe plot mundësi të reja, sidomos në aspektin profesional dhe financiar. Energjia e kësaj dite favorizon komunikim, bashkëpunim dhe sqarimin e situatave që kanë mbetur pezull. Është një moment i mirë për të bërë plane për të ardhmen. Ndaj, fokusohu tek vetja jote. Faleminderit që na dëgjuat. Një like dhe subscribe për më shumë video. Na tregoni në komente cila shenjë jeni ju.